Ura e Mesit është një ndër monumentet më të veçanta kulturore në zonën e Shkodrës, e cila tërheq çdo ditë një numër të madh vizitorësh të huaj. Turistët që ndalojnë në këtë destinacion mbeten të manitur nga ndërthurja natyrës së paprekur, me bukurinë e rrallë të urës qindra vjeçare. Ata shprehen të impresionuar jo vetëm nga vlerat historike që mbart ky monument, por edhe nga peizazhi piktoresk që e rrethon, duke e kthyer Urën e Mesit në një nga pikat më të preferuara për tu vizituar në veri të Shqipërisë. From Malta. Njemi nga Malta dhe kjo është hera e dytë që vim. Këtë herë kemi vizituar si veriun ashtu edhe jugun. Kemi lëvizur shumë dhe na kanë pëlqyer pamjet, ushqimi dhe pothuajse çdo gjë këtu. E vetmja gjë që vum re është se rrugët kanë nevojë për pak përmirësim. Në përgjithësi, njerëzit janë shumë mikpritës dhe po e shijojmë shumë qëndrimin ton. Nga këtu do të shkojmë për të vizituar Alpet. Vendi juaj ofron shumë mundësi për të bërë turizëm. We're enjoying it. From Spain. Vi nga Spanja dhe për mua është hera e parë që e vizitoj Shqipërinë. Dua të them se po ndihem shumë i lumtur në vendin tuaj. Shkodra është vërtet një qytet shumë i bukur dhe vizita në Kalan e Rozafës është një përvojë fantastike. Pamja nga kalaja është e mrekullueshme dhe historia e saj e bën edhe më të veçantë. Po ashtu edhe Ura e Mesit, një monument tepër i veçantë. Shqiptarët njihen për mikpritjen e tyre, ndaj është shumë bukur që po na presin me dashamirësi, çdo gjë fantastike. Fantastic. Ura e Mesit mbetet një dëshmi e gjallë e trashëgimisë kulturore dhe historike të zonës së Shkodrës, duke vijuar të tërheq vizitorë nga e gjithë bota, e ndërthurur në mënyrë harmonike me natyrën përreth. Kjo urë jo vetëm që ruan vlerat e së shkuarës, por edhe promovon potencialin turistik të veriut të Shqipërisë.